pavarësisht ndoshta nuk kam qenë si pjesë zyrtare ndonjë partie apo subjekti politik më herët, prapë se prapë kam qenë e përfshirë në mekanizma politik, duke qenë se për ata që nuk e dinë edhe nuk më njohin, unë për gjatë kohës së studimeve të mia, po ashtu kam qenë e përfshirë edhe angazhuar sa i përket përfaqësimeve studentore në nivel brenda dhe jashtë vendit. Edhe sidomos në përfaqësimet që i kam zhvillu jashtë vendit, normalisht është dashur të aplikohen, të zbatohen pra shumë mekanizma politik. Po flasim për një periudhë ku kam shërbyr si kryetare e Unionit të Studentëve të Kosovës, një organ i cili është përfaqësuesi i tërë studentëve në Kosovë. Edhe ky organ, të qenurit kryetare e këtij organe, kam pas përgjegjësinë të përfaqësuar rreth 145.000 studentë të Kosovës. Edhe ka qenë përgjegjësi e madhe që fatikisht të vizitoj dhe të përfaqësoj Kosovën, studentët e Kosovës në mbi 20 vende të botës. Edhe normalisht është dashur të aplikohen pikërisht ta mekanizma politik në mënyrë që përfaqësimi të jetë sa më dinjitoz edhe sa më korrekt. Edhe pikërisht kjo përvojë imja fatikisht më ka shërbyer dhe më ka bërë me kuptuar që unë i nevojitem komunitetit edhe është diçka që më plotson të qenurit sa më afër komunitetit edhe të qenurit ta ke mundësinë që të kontribuoj drejt për drejt domethënë për komunitet. Por çfarë i bëri që t'ju thatë po lëvizjes dhe vendosje? Edhe mandej lëvizja dhe vendosje faktikisht më ka bind që t'i bashkohem domethënë kësaj familje të madhe për arsye se e kam përcjell nga afër progresin domethënë që ka pas ky subjekt politik dhe kam përcjell nga afër edhe qeverisin që ka pas domethënë kohët e fundit, edhe me të vërtetë kam pa që unë përkas kësaj familje të madhe, duke qenë se kauza ime për cilën qëndroj prapa, që është pikërisht arsimi, më së miri shkon tutje përmes lëvizjes së vendosje. Po flasim për kauzën time, e cila është arsimi, duke qenë se unë përmenda pak më herët pjesën e përfaqësimit. Pritet të jetë prioriteti juaj nëse siguroni ulse në kuvend. Po, sepse unë përmenda pjesën e përfaqësimit ndërkombëtar, po njëkohësisht sa përket akademisë, unë kam të përfunduar 2 fakultete njëkohësisht, mandej 2 mastera, njërin ndër ta kam të përfunduar edhe në Britani, si bursiste e Evening Scholarship, mandej së fundmit tashmë jam duke i përfunduar studimet e doktoratës në Bruxelles. Edhe kjo përvojë pra ndërkombëtarizimi im, për nga pjesa leadershipi studentor, po njëkohësisht edhe për nga pjesa akademisë, ka bërë me kuptuar shumë gjëra nga afër, sidomos në pjesën e arsimit. Edhe ndoshta kjo ka qenë edhe shtysa po